sa e vështirë është i bësh njerëzit për të qeshur. Po na le pra se po flasim. Si qëndron e vërteta me këto rrogat e televizionit? Pengu më i madh i jetës është Hello guys, mirë se erdhët në WTF Show, i cili nis me 2 ndryshime shumë të mëdha. I pari është sepse dukshëm unë jam vetëm, pata të dy, ja dolat i përzej dhe ta shijoj magjinë e kësaj studioje vetëm. Dhe ndryshimi i dytë ka të bëj pikërisht me ata të ftuarit. Sot kemi 3 të ftuar ekskluziv, 2 prej të cilëve do t'i intervistoj unë. Dhe do thoni ju kë? Janë ato të dyja, 2 divat e muzikës popullore shqiptare dhe mbarkombëtare mund të them. E para është ajo dhe e vetmja Remzia Osmani. Mirë mbroma, bre Artemis, faleminderit për ftesën. Mirë mbrëma e dashur, për të prezantojnë dhe kolegen tënde, Mihrie Brahën. Zemra jem, faleminderit shumë për qëtë ftesë, kom shiu maksimum. Bëhet qevi që jemi veç në dyja këtu sot. E dashur, faleminderit që keni ardhur të dyja, sepse në fakt është përballja juaj e parë televizive. Ju të dyja keni pasur një debat. Kështu prej së largu, nuk keni ftuar njëra tjetrën, çfarë ka ndodhur? E dashur Remzie, do na sqarosh pak se si qëndron e vërteta e këtij debati? Si fillim, unë jam e lumtur që kam zgjedhur shit show, WTF Show, më i mirin krejt shqiptarin showbiz. Në fakt, ti je shumë e mirë, po të preferuarin ti mund kam atë djalin atë lushnjarin, fatosis është sot. E dashur, ka ikur me Dukshëm që kohë. është pashie, kolegja. Të falenderoj shumë. Në fakt, unë jam një dive skenës, muzikës popullore, ju dini Qyçekun tim, ju dini Gjerdanin tim të dashuris, ju dini gjithçka sepse unë jam diva e muzikës popullore. Ama, persona tjerë me një karrierë të dështume, me një karrierë për tokë, tentojnë me më përdhunu mu imazhin, ama nuk munden me e bo, se unë kam vllajin mas vetes. E dashur, po si qëndron puna e ftesës, ti e mërzitur me Mihrien, Po ta them nuk unë. të ka ftuar. Mihrie, pse nuk e ke ftuar Remzie në dasmën e djalit tënd? Është mërzitur shumë. Zemër ta them unë, shumë e thjesht është. Kur unë e kom feju djalin tem, unë nuk e kam ftu gocën e huj. Nuk e kom ftu sepse nuk e pasht arsyeshme. Plus na imi hongri gjithë mishin në fejes, edhe s'kisha mos, ajo vjen veti dytë bashkë me vllau. Mos e ke hangër dhe 10 breste që ke bërë një fuqi. A nuk të ndërpreva, nuk të ndërpreva. Remzie, nuk të ndërpreva. Jo me ofendime. Nuk të ndërpreva. I bëft mirë na imi të mishi, vazhdojmë po, festa. faleminderit. Dhe që po thoja, unë nuk e kom martu djalin tem. Kur unë ta martoj djalin tem, pa tjetër që mund ta ftoja. Po kjo tashi e ka bo ftyrën me mu. Nuk ka me ftu. Pse se marton djalin që ta ftosh Remzien, se asaj ka Djali do mbetur martohet atere kur e shef të arsyeshme, jo kur do Remzia se ka ngelur pa dasma. Ke ngel ti bre me djalin der se nuk të shmartu djali. Djali Unë ta kam thënë që nuk të shmartu akademik i djali. shkencave të larta, ti mbaj në gjatin. Ti mbaj në del gjatin. në për intervista, flet për mua, del në emision Gjesi, emision Ti m'ke Pasdite, përmend emision mu. Darku. Ty Ti nuk ke të ftoj qenë në ajo që m'ke përmend mu. intervista. Ty nuk të ftoj në intervista, ti nuk ban dasma. Ti nuk ban dasma, Mirie. Bën lek me emrin tem. Nuk bëj lek me Gjerdani. Bëj lek me Gjerdani sepse unë këndoj hajde luj Qyçek, mori shyret. E dashur, unë jam këngëtare festivalesh, okej? Ti e këngëtare dasmash. Vjen keq, këtu ndryshojmë ne të dyja. E ma të qit një emër të festivalit që ke fitu Qyçekun tim, sa si festival s'ke fitu. Kam fitu kupën e Naimi dhe ka që mjafton mu. Ju lutem, mos shkojmë deri në vulgaritet. Remzie, pse nuk i gjen një nuse djalit të Mihries që të vetë ftohesh në dasëm? Se qa duke mund ty bre, përputhen përpiqen qa janë këto emisionet e reality show-ve. Unë jam artiste zemër. Artiste me atë vogël. Unë jam artiste zemër, unë nuk mere me disi. Fute këtë qik në Big Brother, se për atë punas nuk është për Mirja nuk ka nevoj, Mirja nuk ka nevoj për Big Brother. Mirja ka vite në trege dashur, nuk është se ka dalë të Unë kam knu kur ti ende nuk ishe mësu me fol, okej? Që kjo është Mirje Bra. Që kjo është Mirje Bra. Një synet mu nesh me të ftu me as një sebeb tjetër. Jo zemër, jo e ke shumë gabim, e ke
shumë gabim. Ti ajo që më kem përmend mu në interviste para dhe ti ajo që e ke majt emrin tim Mu ma përmendën emrin tem dhe hoqa mikrofonin kur më përmendën. Pse hoqe mikrofonin? Pse duhet ta lije atë sken? Nuk të shkon ty një diva e muzikës. Sepse nuk di me të hedhësh usje. mikrofonin. Sepse unë nuk me pranu me bo klika në emër tem. Me bo klika ti, surrat patate, në emër tem, me ato syze, që unë... Janë originale. Janë originale. Janë originale. Ti ke diçka original? Edhe atë Gjerdanin që e ke fake. Ndërsa unë Gjerdanin e dashuris më prek se ti hoqa syze për e venit. Originale nuk i ke. Original ti maksimumi dhe naimin ta kanë fut e ke fake. Zemra e ke jeme. fake dhe naimin e ke fake. Zemra jeme, unë nuk e kam naimi fake, okej? Ti kno për Gjerdanin që se ke, unë e kom qaf. Mihrie, dashur. Hold on, zemër, hold on. Gjithashtu krema ime re për kallot e këmbëve është online, shu që të gjithë ju mund ta merrni. Një cop influencer e ke me kaontanje ata. Unë nuk jam influencer. Shit krema djeli se ka sezoni zemra. Shko në plazha. Shko në plazha Shqipëris me shit krema. Unë kënoj në dasma, ti shit krema. Qetësoni me qënë se jemi tek dasmat. Si jeni këtë sezon me dasmat? A jeni full? Unë jam fully bok. Zemra jeme, shko këndo Titanikun. Sa prej june dhe në august, unë jam fully bok. Ekstremuj, motra jote e ka prej janari deri më dhjetor. Prej dhjetori deri në janar, një keq. Duket sikur Remzia po të akuzon që nuk ke dasma. Kush të tha, zemra jeme unë i përzgjedh dasmat. Unë shikoj trungun familjar në cilën ku do martohet kjo qika, ky djalë. Sa paguash për një dasë, Mihria? 50.000 lekë, shpirt, shko për 50.000 lekë. Prandaj nuk ka rëndësim, pyet mu i qik për shifrën. Sa paguash ti Remzie dashur bashk me vllajën tënd, se jeni gjithmonë bashk? E shef pra, ajo s'ka identitet, ajo nuk është vetëm. Ti se gjena si moment vetëm. A mund thresësh në gjatin me u përballu në atë? Si të shift në dasma. Unë paguam vet unë 20.000 euro. Shifër e madhe kjo Mihria. Jam queni i tregut. Nuk ja thoj queni zemra ime. Ti ke kënu jerë Titanikun atje të emisioni dhe tash. Nuk mi keq. Ti të viturp dhe ti si prezentuse që mfton më në qisi panelesh televizive, me qisi personazhesh. Zemra jeme ta kesh përnder se ti ajo që ke qu mu CMS dhe më ke kërku gjithmonë me u përballu me mu. A do pajtoheni sepse është një popull i tërë shqip folës që pret se çfarë do ndodhi me Unë do pës Naimin, pa ma dhanë okej Naimin, nuk bëja si Okej, ti Remzie, po pret në gjaty? Unë muj me u pajtu nëse ka me u pagu. E shef pra, ajo i bën të gjitha me pages. Mirja ka zemrën e bardh, Mirja ka fytyrën e bardh, Mirja ka kallot e komës i ka të bardha, sepse krema jeme kallë liv është absolutisht në treg për gjithë ju. A ka pagu që kjo për qitë reklam, se filloj dhe unë me reklamat e mija. Ti nuk e asi biznes e dashur. Se nuk paguet muaj shumë, ja bëm për se vapë. Kush e shkallo kam është 2026 të mëj mirje. Ti po herë, ta sugjeroj. E kam kama, look at my kama. Look at my kama. It's all fresh and clean. Tu do ta ndërpresim këtë transmetim sepse do shkojmë tek ata të dy. Unë vërtet i përzura nga studio, por ata e gjetën mënyrën të bënin rubrikën e tyre Sorry Not Sorry. E ndjekim. Kosti unë dua një dasëm, po si s'kam një dasëm këtë vit, more? Po pse mërë këshu ti pa dasëm? Nuk e di ata nga fisi nga lushnja s'po martohet njëri. Normali se nga lushnja ti ke, për ata të Kosovës kanë dasme nga e 9 dhjetor, zemra. A si loj feste tjetër? Ëndra ime është vërtet marrë pjesë në një dasëm kosovare, nuk e di e marrin shumë seriozisht ata. Po, pa tjetër, madje ai seriozisht sa që fillojnë bëjnë dhe dedikime, do thoshti. Ka ke këtë kunjë. Po që kunjë zezës e kam për shkurt e fejzën e cila ka martuar vajzën e saj. Wow, po çfarë dhurate i bëri? Po jo, tek paja i futi në këngë, i futi i këngë atje për vajzën. Po si shpjegohet, këto martojnë djalin këngë, martojnë vajzën këngë, presin ata të djalit këngë. Bëjën e djalit këngë dhe është kështu, është ajo kënga. Këno familja, shoqëria, hajt për hajër synetia. E po do bënde shret e Beluli këngë për synetin, këtë
Presim në eveniment tjetër, çfarë do që keni, shqiptarët e Kosovës do bëjnë këngë. Por, përpos shkurt e Fejzës që martoi vajzën, një vajzë tjetër do martohet. Është martuar në fakt, po do bëj part 2-shin. Thuhet që Dua Lipa, sipas redaktisë tonë të WTF Show dhe disa zogjdve që na kanë ardhur të infiltruarve të Dua, që i kemi shpërndar këndon në Europë, na kanë thënë që Dua Lipa në fund të korrikut do bëj një dasëm këtu në Tiranë. Në Tiranë me Kollum Tullumin. Me Kollum Tullumin, i cili është shkojnë të dy si çift, me thënë të drejtën. Shkojnë, unë s'ja di emrin atë djalit, tani, pyetja ime është, cilët këngëtar shqiptar do këndojnë në dasmën e Dua Lipës? Dhe më të thej ku do vini shqiptar më para të dasmën e Dua Lipës apo protest? Jo, shiko tani. Jemi me ju. Unë mendoj që Irini Qiraku duhet të jetë patjetër. E mbusha e Dua Lipa të malin me rush, ose mbush njëri. Po ndoshta do ta mbushi me krudo dhe ndoshta nuk i pëlqen rushi, edhe ndoshta se fton Irinin. Po krudo, kush e s'ka kënduar një këngë për krudo përveç në shyret e velumit. Hëngrëm kruda, hëngrëm dasëm. Për ajër dasmë e Dua Lipës. Nëse interesante është. Por, ne kemi çift tjetër. Që ti ke shumë qef? Unë vdes për ata të dy, janë qifti më i dashuruar i momentit, Klodi dhe Eliona, sa të mirë që janë. Për që janë të mirë? Se bëgënjej njerëzit, pa nuk i që gjashme janë qift. A nuk i pete video e fundin TikTok, ja mori dorën, ja vurit e kofsha vetë. Jo po shkuan protest bashkë, disë si ne të dy që shkojnë protest bashkë, edhe këta të vëtë foso zemra sa mirë shkojnë, janë nyull fare. Po, arsyeja pse ne rrim afër misit, që publiku të kuptoj që ne shkojnë. Po, dhe nuk gjykojnë. Qua që janë dhe ata si ne? Mendoj që po. Ata shkuan në plazh atje ajo ishte, Klodi, jo, mos më lag, se kam ndarë kokën dje. Më habisin se si janë kudo në çdo event bashkë dhe thjesht bëjnë foto me njëri tjetër, nuk flasin me askënd. Aty ne ishim dhe te eventi tajnës apo jo dhe. Që aty morën veshje me lëndrimin, këta sigur nuk shkojnë. Wow, tani bën sens. Arsyeja pse lëndrimi nuk rri më me këta se mos ka ndash ta. Jo, fatos. Okej. Tani kam një lajm më të rëndësishëm, asnjë nga këto nuk vlente deri tani. Me vërtet? Asnjë nga këto harroi, shumëzoj gjitha me 0, sepse mbreti i shqiptarëve provoi këngën, provoi filmin, tani do ta shikojmë në telenovela turke. Harrojeni Biterin. Harrojeni Sultaneshën Gosem. Harrojeni Yhremin. Harrojeni çka i dajat e Ezeli me atë shprehjet. E di pse? Sepse në kuadër të Ablaxhëmi 2 po vjen. Luizin ka postuar një foto me aktorin e famshëm turk që ka luajtur rolin e Ezelit dhe ka thënë Ezeli 2 po vjen. Po vjen. Dhe jam shumë i sigurt që ky Ezel tipi i është lut Luizit, se Luizi është mbret. E njohin në Turqi Luizin? Po. Aslani Turqi Zahir se na mor me goja. Aslani Turqi. Mezi po pres ta shikoj këtë telenovel, mendon që Luizi do triumfoj dhe aty, ë? Unë ja. Do e vrasi Ezelin, më duket. Do vrasi ky Ezel. Po. Ka gjë që Luizi bën dhe nuk shkëlqen që nga Big Brotheri në Turqi. Do i thot direkt, Ablaxhëm. Çak shqyrë. Do e vras me një smundje të re. Okej, se të pruam. Tani, lajmi i fundit që ne kemi përgatitur për ju sot, ka të bëjë me një gjë shumë të bukur. E gjetëm dhe e përgatitëm sepse kemi marrë tekstin. Dhe thamë të ashesim si lajm. Mateo Bori po bën këngë la! Nuk e ke dëgjuar? Mateo Fratja? Yes, Mateo Fratja. Po ç'do ai nga hekurat e palestrës? Unë kam nxjerr gati tekstin e këngës, si gati ta dëgjosh tekstin. A mos që ka shkruajt Fifi? Nuk e di. Nuk e di se besoj ta ka shkruajt Fifi. Vargu i parë thot: po prapu kthyem në të njëjtin vend. E di pse? Sepse Manushi na bashkoi. Absolutisht. Aty të dytë, e kupton? Manushi i bashkoi bashkë dhe Brikenën dhe Mateon. Vargu tjetër duket që është fiks për Brikenën. Se di çfarë thot? Kur unë të prek, ti hesh të parë syje. Kur unë të prek, ti bërë si ura vajgurore. And we all know what we are talking about. Duket fiks ky varg për Brikenën. Por, pjesa tjetër thot, kur të mërzita, prap më erdhe si hije. Unë dyshoj që vjen si hije Brikena, mund të jetë si një eklips hënar. Është pak, është 2 metra femër. Por, 2 vargjet e fundat thuhet që nuk i ka zbërthyer dot askush. As Einsteini, as Shakespeare, askush tjetër. Je gati ti dëgjosh? Jepi, më tërbo. Sikur gjithçka që jemi ne dy, ti shkove me u dasht, me u lëndove. Mos ja fut kot. Hold my Rita Petro moment. Tani, një pyetje kam unë.
kënga do publikohet e Manushi e plot. Manushi, çfarë i bën këtyre që merr Kompania distributore e të Manushi. Manushi Production. Dëgjoj, çfarë i bën Manushi këtyre më vllai që çdo ekskluzive këto e japin te Manushi, s'e kuptoj. Po se jep Manushi studion me qëra për klipe. Edhe vetëm, do studio me qëra, po qa datë ka? Atëherë do bëhet japsh këtë deklaratë. Ka panoni me qëra. I ndau për botror Manushi, ata i bashkoj, po i bën klipin, i ka bot tekst. Misi, kujtove se na hoqe qafe kollaj, ja? Shpëtoj për pak. Po kush tha, unë s'kam dash në herë t'ju e qafe, po ç'është ajo bluze, qa ke shkruar aty, qa lexon? Sensitive content, Plus thotë që 18. unë mund të them gjëra shumë sensitive në këtë program, kështu që mbani Brekët shumë, se Vatosi do të rëbëhet. Dica më kujtoj kjo bluzja, një Qa të aktor i kujtoj? cili merrte pjesë në një program humori një kohë që çdo episodi ndronte bluza dhe shkruante nga një gjë ndryshe. Do t'i ngjash ti sot. Jo, nuk dua të ngjaj, thjesht bëra lidhjen që të bëjmë lidhjen me të ftuarin. Hajde, që do e lidhja, prezantoj hajde, unë dhe Fato. Kosti se ti prezantove Remzien me Merian, Po ju okay? ale Kështu juve që Kosti, fillo. ekskluzivitetin. Ai është nga aktorët më të mirë të humorit shqiptar si ta Fatosi. Ai ka lënë gjurmë, madje mund të them, nuk e dini se ju e dini, ai është frymëzimi i shumë prej roleve të mia tek La Villa. E nxorë kokën tani. Po, sa herë që unë them, mos vall, e kam bërë pak too much këtë. Por kujtohem që ky super aktor nuk ka njohur kurrë limite dhe jemi shumë të lumtur që e kemi sot me ne. Eglin Lagnori! Mja qeshëm. Apo Ti duhet hapi këmbët? Ja, kujdes të hapë të vetën, Kujdes se humori është është program tjetër ai do të njëra. Kujdes se humori është rrezikshëm. Mirë se erdhë djerë. Mirë se Gjeta, Është kënaqësi e veçantë. Gjithashtu edhe për ne, po Gjithashtu për si ne. e mërë, kishim kaq shumë kohë. Pritet të rregullohet. pra. Mirë, përgjithshmet kanë shku mirë. Ju mirë keni qenë? Mirë, me Mirë, mesazhe. ja, Kështu me punë lart e poshtë, në thet thash. Tham të vinim këtu te emisioni jot që animi çik hallet. Dhe bët shumë mirë. Në fakt, domethënë për ta shijuar bukurinë e kam përballë. Për ta ndjerë do ishte këtu. Kostian çol, Kostian se nuk e bën mirë atë. Lere më ta shoh. Lëre Si më e mirë. gjatë rrugës, e ndoshta Shif ndronë me- mendje. Shif me sy e plas me zemër është Unë ajo. përdor dhe sytienat, kështu që nuk e kam. Ah, Si ta di ku do më shkojnë syt. Si ta Edhe kesh ju mos më ta mirë? kuptoni. I vuri ka stile sutjena që mos të... Tash e di vet ku shofun. Egi, na trego pak tani sa e vështirë është i bësh njerëzit për të qeshur se ti je një nga aktorët e humorit që ke bërë të qeshin breza të tërë. Po, siç ka atë vështirësinë e vet, ka dhe atë thjeshtësinë dhe naturalitetin e vet. Ju po më shihni sy më apo? Po. Se qeni Jo, ti rinia valla po na sot. shet në sy, se ne... Po doni si unë po heq, nuk e kam problem. Jo, mos e vim mendin Si të mbaj. duash, një Ti pjesë dhe me syze, një Mozameti. pjesë pa syze. Mos ne kemi xhan. Kështu që siç është e thjeshtë është edhe vështirë. Për shembull, kur ke frymëzim, të vjen natyrshëm. Për shembull, e hapja që bëra unë çfarë, ishte e natyrshme. Dhe ja ju qeshët 3 veta. Po. Qofse do ishte e sforcuar, do përpiqesha shumë, edhe mund të bëja në gjë, po prap s'do bëja me Nuk qesh. do... Kështu që, po, që t'jemi serios tani. Në final njerëzit duan qeshin. Misioni jonë është pasaj qofshim mirë ne, qofshim keq, qofshim me djerës, qofshim me erë, qofshim të pim, qofshim të ngrënë, të pa Po i bërë ngrënë, për anës, si vëshan, nese, do t'i bëjmë me qesh, është misioni jonë. Mirë me qesh, po, me leka është mirë ky profesioni juaj si komedian? Nana loj, nana qefi, ori loj, ori qefi. Qartë, Ka lek, ka qef. S'ka lek, s'ka qef. Edhe jam, pak, priste, edhe jërë. Po pra po, a kaska? Është shqip, nana loj, nana qefi, ori loj, ori qefi. është mbrapsh kjo. Nana loj nana është? qefin, ori loj nara qefin. Nana loj, nana qefi, ori loj, ori qefi. Kur Nuk ka di, lek, ka qef. vlla jo, S'ka lek, di s'ka vetëm qef. kanaçe. Kështu Pra ti që, po thua, ti je në qef, ke dhe lek. shiko, janë Apo? të gjitha këto hyn ke teoritë e relativitetit. Okej. Se ti mund të kesh për shembull, mund ta kesh rrogën 10 milion lek. Edhe prap thus më dalin. Mund ta kesh rrogën 2 apo 3 milion lek, që s'është rasti konkret.
Dhe thu, okej, jam i plotësuar Pra ti dhe e njerëzit. roga 10 milion lek. Jo, s'është rasti konkret, sa po ja Me thash. ai tha teorita, ai nuk e tha. Iki po është Për post rrogës ka dhe projekte që i bëjmë ne, kështu që nuk është se Po, e nuk është se i kemi standarde. Po. Eki, përveç te ka dhe shumë komediantë të tjerë, të gjithë ju jeni shumë mirë, po a e ke ndjer këtë konkurrencën ose e ke ndjer më përpara konkurrencën mes aktorëve të humorit flas? Po patjetër që ka konkurrencë, problemi është mos ketë dhunë. Konferenca Brytuar është dhunë. bryla, mos ketë nga këto kështu që thonë të fusin në gjëra në rrota. Brylin më të madh ose rrotën më të madhe, kush e ka? Nuk e di, me thënë drejtën, unë se kam, domethënë nuk e kam provuar akoma. Unë Okej. te gjithë emisionet që kam punuar, fal Zotit, për këtë kam pasur marrë të shkëlqyer me kolegët dhe nuk e kam pas këtë lloj problemi. Plus si unë vet, ju besoj që e dini, unë kam zgjedhë bëj një lloj humori ndryshe. Ta them pse? Unë mund ta bëj edhe humorin vetëm me fytyra. E di pse nuk e Nuk- përjetuar kështu bryla, rrota, shkopa në rrota, sepse nuk e punuar në Top Channel. Kam punuar, kam Dhe qenë në Arbana Portokalli. tha, ati janë gjarprinj të vërtet. Kam qenë në Portokalli, kam qenë kur s'kishte asnjë spektakël tjetër, kam qenë vitin 2008. Domethënë pa ardhur në jetë Apartament Dyksle apo Alpazari që erdhi më vonë, apo më vonë pasi që ishte edhe Kosherja. Kështu që Dhe kam si pas ishte atë ajo profilin tim. eksperiencë? Për mua ka qenë emocionuese, se unë sa kisha, domethënë aty kam filluar. A more pon nga Altin Basha në ato kohë? Me audicion si gjithë Në tjerë. audicion se po, po. Albano Bogdës ka pasur dhe eksperjenca aq të mira. Ju e keni ftuar Albano këtu? po, Çfarë thot Albano? Albano na ka thënë këtë që ka refuzuar Altini Disa herë, madje i ka thënë dhe që nuk bën, Dhe që derisa- nuk bën i kishte thënë hiq dorë. E më mirë, se nuk Se ka cili ka pasur këto eksperiencat e veta me Altinin. nuk ka rëndësi si e nis. Puna është ku je dhe ku do shkosh. Po në këto spektaklet ti ke pasur fatin ti prekësh dhe Portokallin dhe Klanifornian gjitha. edhe Dykslan edhe Alpazarin? Jo, Alpazarin jo, po okay, po themi se janë më mbrapa. Si do t'i rendisje këto në bazë të prodhimtarisë, impaktit që kanë pasur? Për nga modernizmi, për nga loja, për nga improvizimi, për nga rrethanat e luajtura, absolutisht Apartament Dyksle është the best ever. Edhe pse s'është mosh akoma the best Po, ever. Pse s'është më pyetja e shekullit? Sepse u mbyll më zemër dhe zvaret më nga ne. E di ku Janë është- se gjëra që janë për te aktorëve. E di ku është e forta se ne kemi pasur ftuar Visianin, Po. Albanon, Andrean, Turin, edhe i kemi bërë të katërve të njëjtën pyetje. Po. Dhe të katërt na kanë mbyll? thënë pse u mbyll Dykslan, na kanë thënë katër versione të ndryshme. Po unë po t'ja Se versionin unë tim. Të gjithë kanë thënë jo po kështu, jo po ashtu. Asnjë version si ka ngjarë tjetri. Sepse të katërt neve kemi pas rruga ndryshe. Kështu që Ai, ku ti ka dhënë më shumë, ku më paga. po ja, Apartament Dyksle është absolutisht the best. Duhet ta themi këtë unë jam i privilegjuar që kam qenë atë kohë tek Apartament Dyksle, ke sketch show dhe ke falin dupleksi me California. Po. Se i referohemi se e bën grupi produktin, nuk e bën në produkti grupin. Po po, E ka bën qenë gjithë trupa. Po, Domethënë vërtet. ju këtë podcast ose këtë bashkëbisedë e nxirrni ju bukur, jo se kjo është një studio normale, po. si kudo. Kështu që Po, e nxirrni ju. po në momenti që ti hyre në Dyksla, a e ndjeve këtë presionin për t'ja kaluar atyre gjatë që ishin të mëdhenj dhe kishin vite që e bënin atë Po kush është spektakël? më dhënë moshë ti? Jo, që kishin Se Genzenili ka shiko. qenë i pari në moshë, kam qenë në i dyti. 10 ditë më mbrapa është Jo nga vdeta. mosha, Jo, nga ka qenë të eksperienca që parë, ishte Juli, Leksna. Armali. Nga eksperienca zhbëlçat kanë qenë në kohën kur ishte në Portokalli, kanë qenë jo on top, po domethënë mbyllej Portokalli am ato. Dhe ishin pa diskutim njerëz me përvojë, njerëz që lunin humor në mënyrë ekselente. Dhe të lush me ato është patjetër shkollë, është privilegj, është nder, është gjë e bukur, mëson s'mu ta them turpërohesh, po është herë vetën pas Atë fyer. pritën me krah hapur Apo apo me këmbë të para. Patjetër që po, mos e ishim të shok njetë përditshme. Unë Julin e kam pas në klasë a paralel. njëshi dhe më Ah, parë. Po në akademi Patjetër. bashkë me Ermali kam qenë në klasën, 8 vjet. Artist. Ermali e din që ka marrë për kanto apo e din Po, që e është di, aktor? po, po, Ah, për okay. kanto kam mbaruar, Kurse po. Juli ka marrë për aktrim Po, dhe ne edhe kemi pas Albano, klasa paralel. Dhe gjithkohës rrinim bashkë. Kurse Genti ka qenë 3 vjet më i madh se ne. Kështu që jemi njoftë në shkollë dhe kemi pas valdi, pas kam një valvë kthimi. Po, rolin e grua si u frymëzove dhe si të lindi Kundro? ideja. Si të lindi ideja për të bërë një rol gruaje, sepse aktorët thonë që duhet të futesh në rol. A ke jetuar ti si grua përpara se ta luaje në skenë? Shiko, aktorët thonë që duhet të futesh në rol, po jo të bëhesh me vërtet grua. Puna është ta besosh atë që bën. Okej. Sa shi bish ti çfarë fut brenda tjetër, brenda te dhe imagjino si të ndjesha. Unë të shoft psikologjistë E sigurt që dhe të shumë hiperbolizoj mirë, por- atje.
Po, E morë përgjigjen më e mora përgjigjen, por Patjetër. dua ta di, a ka qenë dhe e vështirë për të luajtur një rol gruaje, sepse sigurisht shoqëria shqiptare, sidomos Paragjykimet. para shumë vitesh ka pas paragjykime. Tash do t'ju shpjegoj se jeni pak më të ri. Nuk do them më të vegjël se është gabim. Jeni pak më të ri. Femrat në Shqipëri janë luajtur gjithmonë. Edhe përpara 90-s, edhe mbas 90-s. Ja lut po ju them një person që e njihni që është Agron Llakaj. Ka bërë femra. Pa diskutim. Çështja është kush i bën më mirë, si i bën më mirë, si i sjell në kohë, si i përshtat, pastaj është misioni juaj dhe është detyra juaj që ta vlerësoni. Për shembull, të mijat dalin shumë bukura. Dalin shumë mirë. Edhe gratë. Unë i du shumë dhe i bëj me shumë, po ti ku i lunë që të të shoh firmën burr. O tek Lavila Bajanda, le ku tjetër. Atë kërkoj shumë djetë Unë të kisha me vërtet që ti ke qenë frymëzimi im kur krijova personazhet e mia. Okej. Sa do doja të dëgjoj, a mund të dëgjoj tani live një bisedë mes grash? Ja të them, a të forkohen kofshët ty siç forkohen mo? Me të drejtën po. Po me pudër i bën? I bëj. Se kjo i ndodh grave. Po. Ja një bisedë. Në krevat nuk do ta shtri kolegen. Kështu që e di që do të dojë që tjetër, po jo. Egi, po nëse kthehemi pas në kohë, sipas te kush ka qenë për shembull një sketch që ti e kujton që është gjithmonë dhe ka qenë më ikoniku në 2XL. Në 2XL kanë qenë popistat që kanë qenë jo ikon, po sa dilim ne. Ka qenë kjo me Albanon që fut makaronat mungoj me patatet. Duhet ta keni pa besoj. Po. Që është ndaluar shfaqja nga qeshmet. Që e thoshte turin kufje lëreni, se ishte u thyen karriget. Ashtu, ëh? Po, ka qenë kjo e burgut, pastaj që ai më shan mo Albano, po sa qiu me maman tënde kanë bërë seks, që nuk rrie, që kanë qenë shumë të bukura dhe kanë pas largime shumë të forta, kurse hipopistët pastaj kanë qenë, kur e kemi bërë herën e parë, Juli e la qeshte me lot ulëriste, vet aty, se i pëlqente vetë. ta vazhdon. Dhe turi na thoshte kufje, lëreni numrin, tani sa të marrin njerëzit, nuk ndaloni njerëzit. Ndërsa unë Po, mbaj shumë mend vërtet. që e kam kështu. Dhe jo me publik me pagesë. Po pra, pagesoni, paguanin biletat. Edhe s'kishte 3 javë deri në 4 javë përpara. Dilni Ishte në sold sitje out. më Më përpara. besoni për këtë. Ja u them me Pra, shumë ky është sinqeritet. impakti që ka pasur Po, 2XL, do të thonë në fund të ditës. Po na le pra se po flasim. Edhe urdhro. Ha. Miku. Unë do cilësoja pak. Do ju mori improvizim modern dhe të bukur. Pra, jo, e di pse thash mos ishte vërtet ndonjë aty. Po, pra, se zakonisht- ndodh që Do u bën shumë zhurmë dhe shpesh. prandaj u ktheva direkt. E di, më keq. një që do veçoja unë ka qenë ai që bëhet ti Xhaxhi Paçi. Seo. Oh, Po, edhe është shumë simpatik. Nuk Edhe ka, shumë se- për mua nuk kishte, ja. Ja. Fatim. Duhet më rikthy çka këtyre Atë mirë teknikave. madh ndonjëherë për rolet e tua, domethënë kaq ikonike, pavarësisht se ti mund t'i bësh në teatr, po prap sa domethënë është Ja, tjetër. Këto personazhe nuk personazhe bëhen. po, prandaj. Nuk bëhen në teatr. Mund t'i bësh në teatr, nëse për shembull bie në dakordsi me regjisorin, edhe thot për shembull si karakter, mundohet të mbash këtë. Po. A ka mundësi se po flasim me këtu? Jo, Jemi këtë kishte me transmetim. vërtet. Faleminderit. Ashtu dhe. Ose ish një këpusët. Kështu që mund biesh në dakordsi, po në teatr ka lojë tjetër. Po, patjetër, prandaj tash Se atë teatri merr futet malli shkolla, për këto futet- personazhe? Më merr malli, patjetër që po. Po më merr malli nëse do lyja prap 2XL-n. Se aty kanë qenë ato personazhe që kanë shkëlqy. Domethënë ti s'mund ta marrësh tani se unë ta fusësh Në një program një tjetër program humori. po jo, mund ta çosh ke portokallie, po se ço do të me atë emër. Po. Më kupton, do t'i bësh një përshtatje. Po kur u mbyll 2XL-ja shumë, disa nga aktorët që ishin aty u shpërndan. Edhe jo 2XL-ja, po edhe Klanifornia, për shembull Visiani shkoi te Portokallia. Po, Cubi ke Portokallia, Cubi te Juli te Portokallia, Fiksi. Juli te Fiksi, domethënë që pastaj ishte në Big Brother. Po. Ti more oferta nga televizionet e tjera? Unë them vërtetën, nuk domethënë në atë kohë mbaruan programet e humorit. Zjati dhe shumë pak më duket në mos gaboj Alpazari, dhe më duket se u mbyllën fare pastaj. Kurse për sa i përket ofertave, unë isha në marrëdhënie pune. Dhe nuk u interesova për ofertat. Më kanë ftu 3 vjetresh te Big Brotheri dhe te Ferma, këtë vit që ishte i dyti VIP. Dhe nga që kam pas obligime tjera dhe nuk e kam pas zemrën aty, nuk kam vajt. Jo se kam një gjë kundër këtyre emisioneve. Thjesht ka qenë çështje zemre. A do Këto kanë doje qenë të kishte një rikthim qoftë 2XL apo një rikthim i yti në ekran në një program humori? Po shikoj, nëse do ishte një format për shembull si 2XL, ja. Kuptohet tisha edhe me çunat, edhe me kolegët, edhe me domethënë me çunat me gocat. Do doje një ribashkim. Do ishte shumë bukur, po prapë e ikën koha. Atë do thoya, a mund të rikrijohet gjithë ajo madhështi dhe fiks siç ka qenë? Ore, ne e bëjmë. Rikthimet janë të rrezikshme. Dakor, ne e bëjmë, por nuk e di, a mund të jetë një që
e ka vazhdimsinë siç e ka pas, apo mund të bësh një kështu një remake, po themi, ose të bësh një puntat ose Vetëm 2 puntata. një episod Ose mund të nostalgjie. klush për shembull një herë në muaj, jo siç e kishin një herë në javë. Pa. Nuk di ta them këtë. Do doja, patjetër do doja më. Po aktualisht a mendon që programet e humorit nuk shesin më në televizion dhe i kanë mbytur reality? Tani kemi më shumë reality, vipa që hyn në reality sesa programe dhe kanë ngel vetëm portokallia. Po tani shqyr që ka ngel vetëm portokallia, se sido që të jetë, është një emblem, është një, po themi, akademi. Dhe unë jam shumë i lumtur që ka një spektakël humori edhe për Top Channelin, patjetër që po, dhe unë do doja të kishte edhe për çdo televizion, siç kanë qenë edhe më përpara, po këtë rast edhe për Top Channel dhe më bëhet shumë qefi për kolegët e mi që janë marrëdhënie pune. Sepse ky është tregu. E vërtet, po duket sikur ka rënë impakti i humorit. Nuk e di për çfarë arsye. Ose njerëzit nuk qeshin më lehtë, Edhe portokallia sikur nuk po ndiqet Dhe më po qeshin vetëm nga skeçe virale që i bëjmë ne në TikTok, sesa nga spektakle që merren me kostumografie, me balete, Duhet me kuptuar një gjë, sot sot njerëzit nuk e lexojnë librin nga fillimi deri në fund, lexojnë vetëm parathënien. Sot për shembull, nëse njerëzit dikur ishte kështu, sot i ke kështu. Domethënë nuk është më në horizontal, është në vertikal. Dhe normalisht duan gjëra të shkurtra. Të shpejta. Duan të shpejta. Domethënë, imagjinoni sot fast foodi, ushqimi është bërë kështu trend, është bërë refren. Domethënë të hash healthy, sistemin e shqip healthy, është problem i madh. Po nuk ka më. Domethënë, hëngra barbunja, ua, po ato pjerdh, ato të fryn barkun. Bizele, po ato bën pordha me ato. Kështu që nuk kështu është të punë humorit. Po, e vërtet. Dhe me që jemi te humori, unë tani do kaloj te loja e parë dhe do të vë përballë dy personazhesh që bëjnë humor. Më lër përballë vajzës, jam shumë i lumtur. Okej, përballë po ti Vajzës dhe disa personazhe. Okej, tash kanë gjitur meja. Kështu që jemi kurioz se këtë do zgjedhësh ti. Dyshja e parë është Salsano Rapi apo Florian Binaj? Në lidhje me çfarë, me lut apo si aktor? Si aktor. Si aktor. Më pëlqen shumë Flor Binaj. Okej. Të mersi shumë. Edhe Salën e kam shumë shok, po më pëlqen Flori se Flori është shumë punëtor dhe të mersish krijues. A të vjen keq që nuk është më në portokalli? Po. Ka unë portokallia apo Flori? Është relative. Do të thënë, edhe po ta them kod do bësh një meme, nuk do bësh lajm. Okej. Julian Dedaj apo Beskallaku? Jul Deda shkollë. Absolutisht po. Cubi apo Delinda? Do shkoj me Delindën. Dyshe fantastike keni qenë Sepse e kam pas, edhe Subin e kam pas partinë shumë mirë, kurse me Delindën kam bërë gjëra shumë bukura. Shumë. Edhe do shkoj me Delindën. Se në një televizion tjetër kam shkuar me Cubin. Pa. Jam kënaq. Kaq, jam kravat. E vërtet. Vetëm televizion. Dysha radhës është pak kështu problematike, Albano Bogdo apo Zart Veleshnja? Patjetër Albano, se kam punuar dhe e njoh. Rezin e kam shumë shok, flas rregullisht, po me Albano kam punuar 8 vjet. Jo, më fal, 13 vjet. Okej. Rita Lati apo Natasha Sela? Do thosha Ritën se e njoh. Edhe kam bënja kështu dy kështu skeç ose kemi qenë të ftuar diku, edhe do thoya atë. Po aktori më i mirë i humorit i të gjitha kohërave në Shqiptar. Shqipëri. Po s'mund thuash një, për shembull kam Ke një top 3. Shiko, un kam një vlerësim të jashtëzakonshëm për Koçët e Volën. Kam një vlerësim të jashtëzakonshëm për Agim Bajkon. Po them brezat që janë elita. Po themi se janë breza nga 200 vjeç, po brezat përpara nesh, po themi, ose dy breza përpara nesh. Kurse pasi pjesa e shokëve të mi, kolegëve të mi, kasa dushme, ato që ne kemi lut. Koçët dhe Gimin i kanë pas gjithmonë kështu. Ti ruan marrëdhëniet me gjithë ish kolegët e tu. Do të thënë kemi si me gjithë, me këmë pak, me këmë shumë, nuk është se ka ndonjë hatërmbetje siç kemi parë Ermalin. No. Ska nuk ka hatërmbetje Ermali me Julin, janë Janë nuk ka shkop për klikime. I dim sa gjëra. Debate pune besoj, asgjë më tepër se sa. Debatet në art për punë bëhen, se s'do bëhen për me këflyti, me këfliun. Ndonjëherë kalojnë dhe në personale gjërat. Mund të ndodhë, sidomos kur janë miq me njëri tjetrin, sa ata kanë qenë dhe miq përveç se kolegë. E po kësaj kolegë. si dijes do i futem Kanë qenë se janë më. Sa mirë i dini sa gjëra jo. Okej, rregull. Se dim ashtu do ta lëm. Gjithsesi, ne tani do kalojmë te një lojë tjetër, e cila është një prurje. E pasë mbi syri. Mund ta bësh edhe një herë lutem? Jo, bim vetë. Ai si ishte. Mirë, unë do të jap disa produkte. Edhe kremra, kështu gjërash. Jo, si ke dhurat, jo. Një për to i afrohet familjes së kremrave. Por gjithsesi, ti si një nga aktorët më të mirë të improvizimit, do të jap disa produkte, edhe ti do duhet t'i shesësh. Imagjino atë kamerën sikur është publiku dhe ti do t'i shesësh në një skeç humoristik. Hajde ta provojmë mirë, hajde ta provojmë. Super. Produkti i parë është një sapun. Duhet ta shes. Po, si do ta shisje këtë me humorin tënd fantastik të sapunin. Mund ta marrësh me vete pasi të dashur
Anvisa. Juve që u bën duart gjak. Juve që lani enët gjatë gjithë kohës. Juve që lani, do më thënë, po i referojmë që kohës më përparë, ju që keni pas larë robat me kështu që zjeni me shkop. Ju që bënit fitilat në banjo, aty ku gatuanim aty dhe hanim. Do më thënë që ju bëshin duart gjak, siç po theja pak më lartë, që ju bën këtu, se më përparë nuk ka pasur këto glisemilit dhe çka kanë qenë. Unë do t'ju rekomandoj sapunin Dobroveçe. Është sapun nga petalet e trëndafilit të marra nga një zonë e Hollandës. Kjo jo vetëm që do t'ju laj mirë duart, por dhe do t'ju mbroj nga të plasariturat. Provojeni dhe do të më besoni. Një herë ta provoni, gjithë jetën Do e fërkoni? do ta kërkoni. Super! Ndërkohë shitet e sapunit, kalojmë tek Duke se i gjuta njerëz me sapun. Ska deri ke bërë. Na fal teta. Produkti i dytë, një çarape e grisur. Një çarape me vrima, jo e grisur. Jeni lodhur nga puna në servis me shapka me gisht. Erdhi fundi lodhjes tuaj. Se qesh? Ke punë servis ti? Po. Tashmë, me çorapet tona ergonomike, që mund t'i përdorni dhe për të marrë plurat, mund t'i përdorni për të fshirë xhamat e makinës. Janë waterproof. Do t'i thoni lam të mirë dhimbjeve të thojve. Mykut ndërgishta. Mykut. Ndërgishta. Bo. A të futet Erdhi thori era. mish me këta? Prit. Erdhi era. Nuk mban erë. Janë të lame, A me më janë kjesë, të ma lame. çorapet tje? Të grisura? Me vrim? Edhe mund t'i kesh mbajt. Me vrim? Ma me tregon Me vërtet, vrim më pa pas vrim dot. edhe mund t'i kesh mbajt. Ja. Shi, ka turp. Ka Ku ka shqiptar që s'ka veç çorapet grisme. Seriozisht e ke këtë dia. Kur të zboje. Të qepura nga mami po. Po se janë grisë, Po ju ti ka qep grisë, mami nga brenda. Ti ka qep mami nga brenda. Ti ka qep mami nga brenda që mos të duket ajo nga jashtë. Tak. Pastaj në fundit ku të ka ikë shriti ke geta. Na thuaj çik më në event. Dali. Tash mos ta boni si herë të sa marrin eri vesh. vesh. E shikoni pra që dali me të gotash. Shijojini çorapet akstrapse. Tani Produkti i tretë, një pal box e burrash. Ja, të ta them Sa më të këtë. mëdhaja që kanë me nëna. Janë të lara, janë të lara. Deri përpara 6 muajve, unë isha kundra mbathjeve boxer. I përdorja vetë trekëndsh. Por, mbasi nuk e di se çfarë ndryshoi në jetën time, thash do t'i provoj një herë. I vesha, ato rrinin mirë. Flinin bashkë me njëra tjetrën. O, zoti ma. Ndjeshit të përkëdhelura, të buta. Dhe nga ajo ditë, unë nuk i ndroj më. Kështu që ja u rekomandoj. Derisa Provojini vdekja dhe- t'ju ndaj do rrim bashkë. Absolutisht derisa vdekja edhe të na bashkoj. Ashtu E Glena e di që E. kemi një emision paralel i cili po do dëgjonte do thoshte burrat që veshin brek trekëndshë janë një jo e madhe. Oh, I diskriminoj burra që veshin brek trekëndshë. turpi Është burri brek botas. trekëndshë. Pika, po diskriminohen burrat që veshin brek trekëndshë, po kush i ka shpikur? Burrat i nga shpikur breket trekëndshë. Në të drejtën. Gjysma e Italisë trekëndshë ma breket. E vërtet. Tangan nga dolën nga burra. Pikërisht ai lutem, është pra tash. problemi. Mbaj mend një herë që isha në plazh dhe po kalonte një burr në mosh. Po ti me ishe burra në bicikletë. plazhe? Isha i vogël. Në Ti doli nuk shem bara. grashe burra. Nuk ishte veç nga këto trekëndshat. Po ishin shumë të zgjeruara. Po mirë, më i ka pas, mos i ka pas material Dhe dukeshin gjëra që pambuku. s'duhet të dukeshin. Se janë ca nylon që kur lahen, mblidhen, janë ca pasaj që bën. Është lloj Stilisht, bastre. Fare si nga thonë. Fërtele. materiale Çoj çdo gjë. Të rri fshesa korrent diçu. Ose tubët. Ka bashkim aty. E Glene, shikon atë butonin që ke ngjitur bazerin? Po kjo në ato që këto gatallën që çën finale për sa. Ore në finale. Unë do të çoj finale me pyetjet e mia të shpejta. Do të bëj pyetje të shpejta. Sa po ta dëgjosh do shtypësh bazerin dhe do përgjigjesh me gjën e parë që të vjen ndërmend. Me lujem mësuese. Kjo bëhet përgjithsisht kur ke dhe një partner ose partnere, që kush e kapi pari. Jo, Se tani ti mund ta vetë, bësh pyetjen tak. edhe Kjo bëhet për efekt Është kamere. psikologjike. Shtype dhe duhet ta përgjigjesh sa më shpejt. Oh. Mos pyet më shumë se ka që kemi shpik vetë dhe s'dim ta Na pëlqen, shkjelloj. jemi të Unë deri lutur tani po për sillemi po i zbatoj urdhrat toja. Pa. Nuk po llastohem. Jo, faleminderit shumë. Pyetja e parë. Gjëja më e sikletshme që më ka ndodhur është shtype. Kur më fërkohen kofshët. E ditë ke qenë motra. Konflikti më i madh që kam patur me një koleg është Nuk ka ndodh as edhe një herë. Okej, nuk qen ke agresiv. Jo.
Fjala e parë që them kur jam me nerva është Na ka O zoti i madh. Gjëja për të cilën debaton më shpesh me partneren është S'para ndodh. e shtypi but këtë herë. Po s'ki njësoj dëgjohet kjo. Ishte të partnerja, prandaj. Fjala e parë që të vjen ndërmend kur unë të them emrin Gentian Zenelaj. Aktori shkëlqyer. Gjëja e parë që bën sapo zgjohesh. Pi ujë të nxehtë me limon. Po kur fle? Pi kamomil. Që të flej nxehtë, të vete të zgjohesh. Nëse do ndryshoje një gjë në jetën tënde ose në karrierën tënde, çfarë do ishte? Asgjë. Gjëja e parë që do i bëje nëse do kishe një tromp në dorë. Do kisha bërë një notë gjatë. Do i fryje, domethënë. Po do t'i fryja. Okej. Do t'i fryja. Pengu më i madh i jetës është? S'kam për momentin. Okej, dhe gjëja që do t'i thoje tani këtu në kamera partnerës tënde, cila do ishte? Të dashuroj. Sa e bukur ishte kjo! Dhe nësë dishte kështu vërret që dushin kur të vinë shpi. Jo, më larga. Unë e kam bobe grun. E kam bobe. Njohur me njëri tjetrin. Në kishe me njërë. Në kish. Më fal, po. Vërtet. Po, i kish besimtar, po. Shisa, do me thënë të njohësh gruan e jetës tënde në një vend kaq të shenjtë. Po, ne luajmë edhe në muzikë bashkë. Unë luajmë baterinë nëse jemi këndon. Do të thënë kori kishës bendi si mund quhet. Ne kemi një band kishat evangeliste ose protestante, muzikën e kanë ndryshe nga Kishat e tjera. ortodokse Kishat e ose vërtet, po themi katolike. Domethënë luajmë përgjithsisht muzikë pop rock ose me balada këto. Luajmë muzikë moderne. Po. Dhe unë luajm bateri, ana këndon. Sa që bukur. Mirë, tani do të kalojmë te loja e fundit, te ky speci që po do të çan sy deri tash. Okej? Po. Loja funksionon kështu. A duhet ta fus diku apo? Jo. Po nëse ka qef. Në kaliente ose do ta hash ose do përgjigjesh. E vërtet. Okej? Ja, për shembull ta fus këtu. Okej. Okej, super. Okej. Ta të pak nëse do ta përdorim më atë specin. Unë do të ndihmoj me disa pyetje dhe ti do të vendosësh ose të përgjigjesh ose të hash specin në rast se nuk ke një përgjigje. I marr këto kështu. Po. Arabia. Të gjitha do i ishim ne. përgjigje, kështu që është thjesht çështje kohe. Edhe kjo është me pip me këto apo? Jo, Jo. Lexoje me zë të lartë Ta edhe trazojmë çik. përgjigju. Çik. Na thuaj sot një aktor që sipas teje duhet të heq dorë dhe një që është i nënvlerësuar. Po, ose Ha aspecin. specin. Po s'kam ne kështu. E di pse nuk kam, jo se përpiqem të po e mendoj përgjigjen, po më duhet kohë që ti bëj çik analizë. Po këtu Kush jemi nuk ne. apo cili Kush është shumë i mbi vlerësuar mendon ti që nuk është aq i talentuar për të gjithë famën, duar trokitjet, suksesin Po, që mos ka. ta bëjmë që kush heq dorë, Po. po kush është i mbi vlerësuar dhe kush është i Që thjesht ka nënvlerësuar. publikun edhe okay. Ose specin. po si ç'a do të thënë, thjesht ka publiku, se ne për këtë punë Jo, ka publiku në kuptimin që ka fansa, edhe kaq, nuk është se ka ndonjë humor që Por që ka njerëz që janë vërtet shumë talentuar, shpërthesh. por nuk e kanë atë Po. fanbase dhe Bumin. aq këto me këto që kanë punuar janë gjithë shumë talentuar për zotin, shumë të Mirë, mirë. s'është e thënë nga ata që ke punuar dhe nga ata të tjerët. S'kam të haj çik spec pro po. Ha, E me pra. mirë ha. Ai të bëft Si e theti, mirë. ha pra. Ta provoj vari jemi. Si kishe marrëdhënie me pikante ti? Jo ka po, shi. jo. Po gjithsesi specin djeks nuk është se, domethënë në gatim mund të ha, po që ta kështu hera Kështu parë. sade, Ja ka me çikuj. Ndodhin gjëra hera parë këtu. Ua, ç'është ka Jo, fshim. ç'është ai ka fshim. Si gocë delikate Wow. ti mor burr. A për ata ne ti Hajde hape. ndajmë bashkë. Edhe unë kur e kam ngrënë e kam futur të Kjo gjithë ka një fut herë gjithë. në Hajde, atë hajde. specin, që ta dish ti. Pse ta fusun gjithë specin? Po gjysmë të Pse ke paktën. vu- Ta fusun gjithë specin. Mua nuk bëj vrimat korrent. Çenge. Si do fus diellu me çe? Ka kafshoje, si pra kafshoje, jo. Te kapshova pra. Jo, ajo është lëpirje, kafshoje. Ama, jo. Dalja kur të ka të tre përgjigje. Pritet se Por ka është të djeks tjera. me ta mamër. Është djeg sa e po. Ju lutem mos i ndryni kështu talentet e reja. Kaloj tjetra. Molla ç'na bot, s'deshon çera këtu. E kështu do të gjithë, bëj me përshtypjet më të mira. Po sigurisht qipo. Bëhet ku e vë Çfarë theksin. tham? Sigurisht që po. Ma duhet fjalor të kuptoj ty. Se mos kur flet shumë brapsh. Ne që po flisim për Juldetën, Juldeta ka numër 1 në botë dëgjimin. Dhe me po flasin me Julin, dëgjimin e ka në Spanjë.
Do me thënë nuk e shan dot në nzë. Të fik derën me dëgjim. Na tregon shumën më të madhe që je paguar në karrierën tënde si aktor ose ha specin. E vështirë këtu, mua Ne vetë kemi lekësh. qenë buxhetor, nuk e kemi pasur. Po na thuaj rrogën. Po nuk tregohet rroga se Po është 2 pse ligjor. s'tregohet rroga? Po pse u mërzitet ti? Po jo mos e ka Po dalë çfarë shqetëson Exceli, ti? ta them unë rrogën tënde. Kush ka ta dalë dalë? Exceli? S'ka shans Ka që dalë dalë. Exceli. E ke gabim. O të ka dalë Ma Exceli, verifiko. po them, të ka dalë. Ma verifiko. A do të Ma ta them? verifiko. A do të ta them? Thuaj. Do s'na Thuaj. Thoja i rrogën tate me që se ka dalë Exceli. Thuaj. Po unë s'kam Ja, qenë ja. punë atëherë. Se di ato rrogat e Excelit ndoshta janë dhe për sy e faqe. Ka Ti ke pagu më shumë. Mos i paguar. Po në teatr mund na tregosh? Po shiko, teatri bëhet me ditë xhirimi, me ditë me shfaqje. Nuk Janë funksionon me kështu. fondet Shiko, për shembull ti mund të marrësh në teatr një projekt, për shembull, luan 10 puntata, mund të marrësh 2 apo 3 milion lek. Mund të jetë aktori kryesor, i dyti ose i treti, nuk ka rëndësi, varet si të bie. Kam reklama për shembull që i marr 5.000 euro. Nuk po prapë të nuk janë pagesa. Mos çka i kesh ka. Po kur the mund s'më besove. E shef po të shijon. Kalojmë te Ti mos pyetja. shije mua. Kalojmë te Te pyetja e fundit. Po të lëri aty mos e i marr vetë, por se më dukesh kështu si si Velin. Këtë do e bësh ti mendoj. ja, te vele atje. Bra, le te Mike. Ti nuk e dhën atë. Që kanë 3 mund, thashë ishin 4 pyetje. Jo, me 3. Tani do haj shumë spec. Jo, tani do e tani do bësh. përgjigjesh Ne dhe jam i bësh sigurt se atë këtë do ta që bësh është ti. aty. Çfarë më? Merr në telefon Turian Hyskën dhe thuaj që ke dëgjuar që do rikthehet 2XL dhe i ke ftuar të gjithë përveç meje. Ja, do ta haj specin. Po nuk është futurier. Është jashtëtit. Telefoni punon Merre në gjithë. WhatsApp. Jo. Okej, gjithë specin pra, hajde. Hajde Mbaro të punë. gjithë Jo specin. gjithë, jo gjithë Të për gjithë, jo të Ja, hajo, gjithin. ne domate, ne çibuk, ne birrë, ne verkuqe. Çik sallam, çik djallë. Aje gotë shtëpie. Na sili çik buk, i çik domate, i çik verkuqe Jo, pa, ose ne birrë. si Edhe da ham të ashta bashkë. ashtat. gjithë. Ulemi këm kryqe ta Në vazhdojmë. fund mujt ke qenë motra. Grosh pra, si e S'ka thaj. buxhet. Funi mujt o grosh. Po ju kur i merrni rroga, si keni? Direkt fillim muaj. Fillim muaj. Ja punojnë herë? Ja si herë. Po mos i prisni këto. Jo më. Kush po e pres? Po bëj mohabet po e shihem. Unë i pres, do Ja s'ka ti po kam ta vënë në prerë. herë rrogët? Si e mirë? Ja po xherem, s'ka problem. Ishte vaj. Ndoj gjithë. Ha, për të shi, po kur të them Po unë, ti kam vënë në herë rrogat? Urdhro. Ti kam vënë në herë rrogat? Ka Pa qenë pas. korrekt tu? Për me këto rroga në televizion, se Shiko, thonë nuk që jep bëhet turi nami. rrogat, jep televizioni. Po pra normal. Si janë Si ato po se- pse u mërzitet ti? Pse e kështu e Se mërzitur? s'more turin. O Igi, Po nuk është, po ta them pa shaka. Nuk është, se është me familjen e jashtë shtetit. Është në Turqi. A le të them, nuk dua që Është pushime familjare. Se unë me turi them gjithmonë maestro. O maestro, do thotë ika o xhaxha mona grit shumë. po si qëndron e vërteta me këto rrogat e televizionit, se ka dy legjenda, ose nuk paguajnë fare, ose paguajnë tmerrsisht shumë. Po Ose i varet nga vonojnë tre eksperjenca. ose i muaj. vonojnë. Shiko, varet nga eksperjenca, varet sa materiale bën, varet nga kontributi, varet sa bën me qesh. Të gjitha këto i ma televizioni. Maten shifrat. Ma- Patjetër që po, për shembull, ke portokallia mateshin me kur ishin kur ishin po me që referon kohës zhbëlçave. Rinte goca, të sa qeshnin i mate 1 2 3 4 po. Numërojnë se herë Është duhet referencë, trokë po, publiku. Sot, domethënë, sot e ke parasysh kur bëhet ndeshje që i jep ai replay goli ose futesh po, ke vari, po, këto çfarë po. ndodhi? Më përpara, po flasim për vitet 2000, 2004, kanë qenë ndryshe, pavarësisht nuk ka pas teknologji. Po ka Po, qenë pak referencat ishin gjitha me dorë Ndoshta handmade. matën dhe nga klikimet e YouTube. Tash ish me klikime, patjetër që po. Po për aso shembull, kohë me satarisht ti sa veta bëje me qesh ose sa sa i bëje me herë. qesh. Unë nuk mund të futem ke referenca që kanë qenë zhbëlçat, sepse unë kur vajta unë, zhbëlçat e mbyllën portokallin. Ah, okay. Dhe kur vajta unë një sezon, ishte sa kisha filluar, domethënë pa përvojë, me emocione, bëja me qesh, po prapë më duket thonë, po ç'do këtu? Se prandaj është e rëndësishme si vazhdon jeta jote, jo si e starton. Se starti mund të jetë i vështirë, mund të jetë i vështirë, po. sikletshëm. Më kupton pa ai që e ka qef ose ajo që e ka qef. Lufton. Po, ti ke zgjedhë thjesht e bukur, ti do jesh se s'bën e bukur me vajzë. E Jo, kupton? nuk është se kam Unë zgjedhur. unë kam zgjedhur. Ti si vajzë, patjetër, Patjetër. 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 Po, Jo rrugë të mbarta, them pa shaka. Kolegu yt i preferuar kush ka qenë? Gjatë gjithë këtyre viteve karrierë, komedi. Me Julin kam shkuar shumë mirë për Me hiç Jul vërtetës. Tetën. Po se Okej. tash jemi një mosh.
kemi pak a shumë po të njëjtat shije, ca parimet tona. Kemi qarë hallet bashkë, Në farë qartë. mënyrë, po. Super. Egi shumë 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 fala do t'i bëj. Mami nuk e ish nga goja. Nuk e, do t'i bëj sa ta takoj mamin. Shumë të fala mamit. Patjetër. Mami ket fala nga spavi. Pa do ta thith. Do ta thith po çkera. Ja, bëj. Ke fatos, ti thot Ja. mamit? Po ti si gocë si je nuk thith fort. Kështu që unë do t'i çoj thithet me tuja. Kjo ngjitet për të parë. Ta prezantoj mamin. Ti jap numër. Ore puthje, po puthja është falas. Po mirë pa ti. Puthja është mirë. Kush u ankua, unë vesh t'jap numër, në vetë ofrova. Egi shakave. Shumë faleminderit. Faleminderit që pranove të vije në Knajsi. emisionin Je tonë. unik. Dhe të kërkoj ndjesë nuk kam kthy përgjigje. S'ka problem. Ta them sinqerisht. S'ka problem. Herës tjetër s'do të thej fare. Do të E bëj blok. sa veta i kemi Sa herë të dush. shkruar sezonit parë dhe s'na kthen? Sezoni parë, sezoni dytë pastaj. Por, unë dua të them diçka përpara se ta mbyllim. Me Glen e kemi pas shumë aktor, shumë komedian këtu të ftuar, po si ty asnjë nuk ka qenë. Seriozisht, për Ka keq. që mirë, ka që për thjesht. mirë. Jo, jemi Ka kënaqur që shumë për thjesht mirë. dhe që na ke bërë realisht për të qeshur. Seriozisht Se me e ke? tjerë kemi dhe jemi sforcuar. Jemi pa. Hajde të puthit. Ua, më do puth. Afro këtu. E janë puthje. mos i kurse puthjet. Asnjëherë. Si, mos i puth. As i pa parë. Hajde. Dhe kështu Je me të puthura, ne Ta do ta mbyllim mbyllim. emision. Jemi premten tjetër. Ándale.